në dëshirën tuaj. Kërkesa ime si kryetare e këtij komisioni jo vetëm për këtë moment, po për të ardhmen, sepse nëse vendosni tani në mënyrë të njanshme, atëherë do më detyroni dhe mua në të ardhmen të jem në mënyrë të njanshme. Mbyllet bashkëpunimi këtu. Juve me forcë kartoni, unë me forcën e kryetares. Por, po ju kërkoj dhe një herë që të bëjmë një diskutim për buxhetin në çdo ditë, në çdo orë, kur të ketë ministri ako, për të vendosur një standard, jo për mua, po për cilësinë e komisionit, po e përsëris për herë të 10, zonja Luarasi. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Tabaku, dhe unë thash edhe një herë që nuk I heq asnjë presje gjithë asaj që ju thoni për cilësinë e komisionit edhe për respektin e komisionit, por nga ana tjetër duhet jemi edhe fleksibël sepse ky parlament ka 11 komisione dhe numri I ministrave patjetër që është I limituar. Nuk e diskutoj fare që ministri e shëndetësisë duhet të ishte këtu, por mendoj që edhe në respekt të 40 ministreve dhe të drejtuesave të institucioneve duhet ta vazhdojmë. Atëherë unë deklaroj mbledhje të mbyllur, ftoj kryesinë e komisionit, majorancën, le të vazhdojmë në mënyrë të njashme, ti drejtojnë sekretarisë Kuvendit kërkesën me numrin përkatës deputetëve. Faleminderit.